Beni, ndalemi pak te kontrollet e inspektimet, të lutem. Shiko, se edhe koha nuk më favorizon shumë. Unë nuk pa qaj shumë hallin e eksporteve, se eksportet ka kush i kontrollon. Ai klienti në Gjermani, ai nuk ta merr, ta kthen mbrapsht. Problemi është që ne nuk e kemi në nivelin që duhet, siç e ka dhe shqetësimi Filipi, brenda vendit. Herë e parë që dëgjojmë që AKU-ja bën një kontroll, po themi në një subjekt të tillë. Edhe kontrolli ishte mungesë dokumentacioni. Nuk janë analizuar, nuk janë marrë mostra për të analizuar ngarkesën mbetjet e pesticideve, ngarkesën mikrobike e të tjera elementë sigurisë ushqimore. Sepse ne kemi dhe një problem kështu në tërësi. Shpesh herë edhe titullare, drejtues të ndryshëm ngatërrojnë cilësinë e produktit me sigurinë ushqimore. Siguria ushqimore ka të bëjë me mbetjet e pesticideve, metale të rënda, ngarkesën mikrobike, këto janë të rrezikshme për jetën e njeriut, të cilat në Shqipëri, në këtë fushë, edhe pse tham fjalë të mira, po themi është një sektor i zhvilluar, e ka shumë operatorë që punojnë, e ka shumë fermerë që janë angazhuar në kultivimin e tyre, natyrisht dominon certifikimi organik i cili edhe paguhet nga shteti, por tregu brenda vendit nuk është i formalizuar në masën që duhet. Thjesht çfarë bëjnë subjektet vetë që bëjnë amballazhim, përpunim, amballazhim dhe etiketim. Një arritje është etiketimi, domethënë etiketimi bëhet me etiketë të miratuar nga AKU-ja. Por siguria ushqimore në këtë fushë vlen për është në nivele shumë të ulta për mendimin tim. Edhe kur vijnë njoftime nga jashtë për bimë mjekësore, siç i ke parë dhe vetë nga këto njoftimet e rasit, ke bimë mjekësore të kontaminuara dhe nga ana e mikrobeve, mungesë higjiene. Edhe i kthena, i ka pas shumë raste, apo jo, ti jenë ndjeni të këtyre rasteve të rasit. Të rasteve, po. Edhe ndërkohë ka pasur shumë... Po më çudit se ka një muaj e gjysmë se nuk ka asnjë alert në rast, në fakt, as në import, as në eksport. Në eksport janë bërë me radhë. Kjo quhet sukses, por që ama mund të jemi dhe në kushtet që kanë rënë pak eksportet. Te perimet... Po sigurisht, lakra kemi eksportuar deri tani. Po pikërisht pra, domethënë kur bie në rritet edhe mundësia që të mos ketë kështu reklamime. Por bimë mjekësore, siç janë edhe Klajdi aty dhe Filipi e dinë që ka pasur shumë probleme në eksportet e tyre dhe ka dhe një situatë të tillë që kur kthehen këto, i kthehen klienti, vinë në Shqipëri, edhe në rastet që janë mbi normë, edhe nuk mund të shiten as i konvencional.